në lidhje të drejt për drejt me gazetarin, kolegun tonë nga Shqipëria, nga TV Klan Martin Marku. Zotri Marku, faleminderit shumë që je bashkë me ne. Faleminderit juve, ju përshëndes nga Shqipëria. Duke e vlerësuar patjetër kohën, shkurtimisht nëse mundeni për gjithë ata shikues të cilët nuk e dinë se çfarë po ndodh, edhe sa i përket planifikimit, investimeve dhe sa i përket protestave, një përmbledhje të shkurtër në hyrje të kësaj bisede, lutem. Po, në fakt, doja ta nisja me, sapo jam shkputur në fakt nga protesta, një protest tjetër që ka nisur gjatë ditës së sotme në qytetin e Lezhës, pra pothuajse në të gjitha qytetet e Shqipërisë ka nisur tashmë protestat masive kundër qeverisë Rama, sa i takon edhe problematikave apo edhe sa i takon investimeve që janë duke u kryer dhe që pritet që të nisin disa prej tyre shumë shpejt, siç është ajo e Zvërnecit në zonën jugore të Shqipërisë, më konkretisht në brigjet e detit të Vlorës. Sigurisht një protestë nisur prej 10 ditësh, e cila nisi në fakt duhet thënë nga një dhunë e ushtruar nga disa roje private ndaj protestuesve, të cilët ishin ngritur në protestë për të kundërshtuar ndërtimet që po zhvillohen në Zvërnec. Por kjo me sa duket ishte pika më e fundit e asaj se çfarë kanë përjetuar këto 35 vite apo më shumë vite qytetarët shqiptarë, sa i takon sistemit të kalbur politik si nga ana majt si nga ana djathtë. Ata kërkojnë largimin e qeverisë Rama, i cili me sa duket është ai personi që po ja bën jetën më të vështirë të gjithë qytetarëve shqiptar, duke e quajtur tradhtar të kombit, për shkak se ky fundit ka shitur sipas protestuesve pjesët më të bukura dhe më interesante të Shqipërisë, siç është zona e Zvërnecit apo dhe zonat e tjera të cilat në fakt kanë ngritur pesh në një farë mënyrë qytetarët shqiptar dhe tashmë janë me mira shqiptar të cilët në